Ushtrimet munden me u zhvillu edhe në hapësirën ku jenë dhomë të fjetjes, në dhomë gjumit, në zyre, gjatë kohës pauzës. A mund është në zyre me ushtru realisht? Shumë të rëndësishme ka me nis ditën me ujë, do të thonë hidratimi është një pjesëve më të rëndësishme për arsye se reflektohet edhe në pastrimin e organizmit edhe në lëkurë. Është ritual që nuk e te i kaloj. Ushtrimet gjithashtu është pjesa e dytë që janë të domosdoshme. Nuk do me thonë që duhet koha e ton ditës për me shku deri në gym ose mu kthy që ti merr 2 orë. Ushtrimet munden me u zhvillu edhe në hapësirën ku jenë dhomë të fjetjes, në dhomë gjumit, në zyre, gjatë kohës pauzës. A mund është në zyre me ushtru realisht? Po ka ushtrime që mund Pa është i me pas vonë krejt zyre. pajisjet, pa i pas. Jo, nuk do me thonë, trupi ka nevojë për lëvizje, kur zgjohemi në mëngjes, nuk kemi nevojë për një kafe me njëherë me fillu ditën. Trupi jonë është i krijuar që si të nisim ditën me lëviz, mu hidratu, e pastaj me fillu me kafe, çaj ose me një ritual që ti ja krijon vetes.